sot jemi këtu te Gjykata Administrative e Tiranës, ku vim pasi procesi gjyqësor të fituar me policinë rrugore. Isha gjobitur në mënyrë të padrejtë nga policia rrugore dhe së bashku me avokatin kemi ndjekur të gjitha hapat ligjor për ta ndjekur këtë çështje deri në gjykatë dhe sot kemi kuptuar që po t'i ndjekësh çështjet, ligji edhe funksionon dhe deli fituar. Ju inkurajoj të gjithëve që t'i ndiqni problemet në rrugë ligjore. Edhe vetëm këshilla ime do ishte që kurdo herë që merrni gjoba, të cilët marrin gjoba qytetarët apo drejtuesit e mjetëve, duke ju referuar një individi që është fshehur pas një gardhi apo pas një ferre, ju lutem shkruani tek proces verbali që nuk jeni dakord sepse nuk provohet që kanë përdorur aparatin telefonik, dhe ju lutem ndiqni gjithë hapat e procedurën për ta ankimuar në gjykatë, për t'u drejtuar gjykatës, sepse ja gjykata sot vendosi që gjithë ata drejtues mjete, të cilët penalizohen në mënyrë të tillë, janë veprime të paligjshme nga ana e policisë rrugore të shtetit shqiptar.